Ka kohë më gjithë nesër në të më gjonë sot. Na krejt me këto përballes, me gjitha kombëtarët nuk kemi qare pa u përballë. Kështu që cilla do që t'na bjen, ne t'na bjem, na jemi me një momentum shumë të mirë. Unë mendoj që fryma që është instalu, që i cekët gjitha elementet, besoj që i përmendet gjitha në krye me fotën, për shkak se mendoj se njeriu më i rëndësishëm për këtë sukses të Kosovës, padyshim që është Franco Foda nga perspektiva ime. Mendoj që jemi me një momentum shumë të mirë, po shihet se te futbollistët te grupi mbizotron një atmosferë fillimisht të jashtëzakonshme, ajo po reflektohet në fushë. Ka performancë mirë, kështu që cila do kombëtare që është domethënë në potencialisht që do të ndeshet me Kosovën, mendoj se ata kanë me fillu me mendu shumë më seriozisht qasin ndaj Kosovës, edhe besoj që Kosova tashmë është faktor. Është faktor edhe absolut gjitha kombëtarët kam i udhim të koka në përballje me Kosovën, pavarësisht cila do të qetë atje. Krejt janë për të respektuar, ne po flasim për jashtu Gjermani. Këtë do të donim ta peshkonim, sepse Italia është Italia fundi fundit, dhe ndryshe është luash me Italinë, ndryshe është luash me Ukrainën në Poloni. Po pret Italia tani një gjiro më vonë. Jo, nuk pret Ukraina, është ose Ukraina ose Italia. Po, nëse, okej, po